Dje jam këtu me zotin Tauland Mitrushi, i cili është përgjegjës i laboratorit Urban Lab. Zotin Mitrushi, faleminderit shumë që ju kemi në këtë intervistë. Ju jeni këtu si pjesë e suportit të Tipikal. Mund ta shpjegoni pak se me çfarë ju keni ardhur në këtë panel, pra çfarë përfaqëson kompania juaj? Okej, tash nuk është tamam kompani, domethënë unë përfaqësoj Urban Lab Divjak, i cili menaxhon një laborator analizash toke bujqësore në shërbim të fermerëve shqiptar. Domethënë kjo është një risi sepse nuk është, domethënë në Shqipëri nuk ka laborator të jo publik, domethënë pra është i vetmi laborator jo publik në Shqipëri që ofron këtë lloj shërbimi, por shërbimi nuk është vetëm për të ofruar analizat e tokës, por edhe për të dhënë këshilla dhe sugjerime për fermerët në lidhje me çështjet e plerimit që ato bëjnë. Pra në mënyrë që ato të jenë sa më eficient në plerimin e kulturave të tyre, është shumë e domosdoshme që ato të kryejnë një analizë toke paraprakë, sigurisht. Në këtë aspekt ne kemi pasur një suport shumë të rëndësishëm dhe nga projekti Tipikal. Për faktin sepse ato na kanë suportuar me një ndjesë, ato na kanë suportuar me një pajisje e cila tani ne do jemi në gjendje të bëjmë dhe një analizë të gjethore, që është një hap akoma më i rëndësishëm, domethënë në kuadër të këtyre sugjerimeve që ne japim për fermerët. Pra, si funksionon kjo pajisja e re, nëse mund ta shpjegoni pak, dhe në terma të përgjithshëm për të kuptuar. Patjetër, ajo është një pajisje laboratorike që është stabil do rrinë në laborator, domethënë, por që ajo që ofron domethënë kjo pajisje se ne ofrojmë ne do arrim të kryejmë të gjitha elementet makro dhe mikro në BIM. Pra është gjendja, na tregon gjendje reale të BIM-ës. Nëse toka ne na jep të gjithë treguesit makro mikro që ndodhen në tokë, nëpërmjet analizës gjethore, ne do jemi në gjendje të kryejmë analizat reale, domethënë na tregoj gjendjen e BIM-ës në mënyrë që nëse kemi një mungesë apo një tepris, ne të kemi mundësi ta korrigjojmë, pra fermeri ka mundësi të ketë mundësi ta korrigjojë, domethënë kjo është një risi për tregun tonë sepse këto analizat tilla nuk bëhen aktualisht në Shqipëri. Duke qenë se është edhe risi për tregun shqiptar, cilat janë ato sfidat më të mëdha që keni hasur deri më tani ose vështirësitë më të mëdha tuaja? Tash vështirësi, çdo punë ka vështirësitë e veta, nuk diskutohet, domethënë Urban Lab Divjak ka mbi 6 vite që funksionon. Sigurisht që fermerët shqiptar akoma nuk është sensibilizuar në lidhje me kryerjen e analizave të tokës, domethënë. Për këtë gjë jemi duke dhënë sugjerime, duke dhënë fermerëve, ato ta kenë një proces pune, jo thjesht vetëm kur të kenë problematika, domethënë në bujqësi, por edhe ta kenë një proces pune normal, domethënë siç e ka gjithë bota. Kjo është hera juaj e parë që vini në këtë panel apo keni qenë edhe herë të tjera? Si Urban Lab, po, është hera ime e parë që vini për ne herë, domethënë kjo është na e mundsoi projekti Tipikal, domethënë. Pritshmërit nga panajeri cilat ishin, duke qenë se jemi edhe në ditën e fundit, nëse i keni vlerësuar apo jo? Domethënë pritshmërit janë të mira, sepse kemi pas goxha kontakte, domethënë shumë njerëz akoma nuk e dinë që në Shqipëri ka një laborator që bën analiza toke, kështu që kjo është një gjë shumë. Pra vizibiliteti, dëshpëria. Patjetër që po, domethënë. Shpresoj që kjo të na ndihmojë, domethënë dhe në punën tonë, domethënë në ta. Ju falenderoj shumë dhe shumë sukses në punën. Faleminderit.